Në skenën e konferencës së sigurisë në Munich, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio foli si diplomat klasik. SBA dhe Europa i përkasin njëri tjetrit, të lidhura nga histori, kulturë dhe vlera. Një vit më parë, në të njëjtën sallë, J.D. Vance ngriti alarmin për krizën e kulturës europiane dhe devijimet nga liritë tradicionale, 2 tone, 2 stile, 2 qasje. Pyetja që shtrohet është e drejtë për drejtë. A kemi të bëjmë me ndryshim kursi apo me një strategji të kalkuluar me dy zëra? Në diplomaci dallimet e theksuara nuk janë gjithmonë përçarje, shpesh janë koreografi. Administrata e Trump e ka perfeksionuar këtë teknik. Njëri flet me gjuhën e afërsisë historike, tjetri përdor gjuhën e presionit politik. Njëri siguron, tjetri paralajmëron. Nuk është kontradikt, është arkitekturë presioni. Amerika nuk po lëviz nga thelbi i saj strategjik, ajo po rrit hapësirën e manovrës. Rubio nuk e shbëri Vencin, ai e balancoi. Mesazhi i butë nuk ishte tërheqje nga kritikat ndaj migracionit, klimës apo globalizmit, ishte ripaketimi tyre. Nëse Vance foli për krizën e identitetit europian, Rubio foli për nevojën e unitetit perëndimor, por të dy u referohen të njëjtës diagnozë. Perëndimi duhet të rikonfigurohet përballë një bote multipolare, ku Kina dhe Rusia sfidojnë jo vetëm fuqinë ushtarake për modelin ekonomik dhe kulturor. Pra, kemi ndryshim kursi? Jo, kemi ndryshim taktikash. Amerika po teston kufijtë e durimit europian, duke lëvizur mes afërsisë retorike dhe presionit strategjik. Është diplomacia e shkopit dhe e karrotës, goditje për të prodhuar reagim, qetësim dhe për të shmangur shkëputjen. Qëllimi final nuk është distancimi nga Europa, por riformatimi i saj si partnere më e fortë financiarisht, ushtarakisht dhe politikisht. Europa e kupton këtë lojë, prandaj reagimet në Munich ishin të kujdesshme. Mirëpritje për tonin e Rubios, por asnjë iluzion për kursin amerikan. Autonomia strategjike europiane nuk po artikulohet nga frika, por nga realizimi, sepse nëse Amerika sot negocion më fort me aleatët, nesër mund të kërkojë më shumë se sa solidaritet verbal. Në fund, diferenca mes Rubios dhe Vencit nuk është përçarje, është orkestracion. Njëri ndërton urën, tjetri vendos taksën e kalimit, dhe në këtë realitet Europa duhet të vendosë nëse do të jetë bashkëautore e rregullave të reja apo thjesht objekt i tyre. Diplomacia amerikane nuk është bërë më e butë, është bërë më e sofistikuar.